Shkojmë provojmë një nga restorantet më të famshme dhe më të shëndetshme në Barcelonë. Quhet Honest Greens dhe në fakt është një rrjet restorantesh me ushqime të shëndetshme. Kjo është edhe menuja bashkë me çmimet. Ambienti brenda ishte shumë i ngrohtë dhe familjar dhe ne porositëm këto patatet e ëmbla. Këto pijet i paguaje një herë dhe mund t'i rimbushje sa herë të doje. Gjithashtu porositëm edhe këtë pulën me lëngën e limonit, biftekun dhe sallat me quinoa. Këto patatet e ëmbla janë fantastike. Këtë biftekun mora më të pjekurën e mundshme. Pasta shihet mirë, po nuk e jam shumë fan se e mishrave të ndryshëm përveç atit të pulës. Prandaj unë mora mish pule me lëng limoni, nuk e di çfarë. Është shumë e mirë. Kjo sallata, si çdo sallatë tjetër, nuk e se kanë ndryshim të veçantë. Rrezet i pëlqeu shumë kjo me quinoa. Ndriçimi këtu që nga skandaloz. Kush e pëlqeu? Ja këtu. Fantastike. Ja provuam, kishte pistake edhe ndoshta prandaj është me pistake, e di. Tani këtë s'po e kuptoj, është buk? Është buk e tekur? Është gjatë? Po, tani ndjeva që është gjatë, shumë i mirë. Është i kërcanisur. Ushqimi mbaroi, e kemi mbaruar në më pak se 20 minuta, aq shumë të uritur ishim edhe aq shumë na ka shijuar. Për mua vendin e parë mbajmë patjetër patatet e ëmbla, ishin fantastike, do doja shumë që t'i provoja edhe një herë tjetër. Shpresoj që të kemi kohë që të vim përsëri. Pastaj vinte mishi i pulës, pastaj sallata me quinoa dhe në fund bifteku. Bifteku nuk ishte shumë në shijet e mia. Derisa për rrezin nuk po e pres fare se e di shumë mirë që sallata me quinoa ishte në vend parë, pastaj 10 vende bosh, pastaj ato të tjera. Edhe bifteku thashë nuk është se i pëlqeu shumë, kështu që për biftekun kam të drejtë, nuk do ham më biftek, nëse vim prapë këtu. Në fund kushtoi 39 euro, që mendoj që është një çmim i arsyeshëm, sepse edhe hëngëm shëndetshëm edhe nuk është se ishte ndaj shtrenjtë. Kështu që Honest Green e merr një 10 me yll mballë sot.